Sot nga ora 2 do të lansohet platforma Integrity Watch, e pare këtij lloji në Kosovë që mbledh dhe vizualizon të dhënat kyçe për financimin politik, prokurimi publik, por gjithashtu dhe deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik. Qëllimi i kësaj platforme është që me rrit transparencën edhe me pas qasje qytetarët, gazetarët, por edhe institucionet në informacion që ndihmon në parandalimin e korrupsionit. Pra, kjo është platforma e cila është punuar nga KDI, e ne do ta kemi të ftuar në studio Diana Metushi Krasniqi për me diskutu krejt aktivitetet që realizohen në kuadër të javës kundër korrupsionit, që hin mandej edhe fotogara tradicionale, çmimet për esenë më të mira lidhur me korrupsionin kuadër të projektit të rinjet dhe shoqëria civile për integritet, gjithashtu edhe publikimi i raportit lidhur me sinjalizimin në ndërmarrje publike. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Mirëmëngjesi, kënaqësi që flasim sigurisht. Një javë shumë dinamike kjo. Patjetër. Historikisht është një nga javët më dinamike që kemi. Kjo e të themi dikur ishte java kundër korrupsionit, tash të pa nevojën që jo domosdoshmë të luftojmë korrupsionin sa atëherë që kemë smundje, po të parandalojmë tash java integritetit. Në fakt ne për KDI-n dëgjojmë shumë në prag të zgjedhjeve, para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve, pak pas zgjedhjeve, po KDI nuk ka veç projekte për zgjedhje, pra ka projekte edhe të tilla, çfarë flasim edhe i përmendë disa prej tyre edhe Fllonza, po kjo një diçka e re apo jo, si më thon, keni pas diçka po jo specifikisht ose jo kaq më ngushtuar rrethin atyne që thjesht janë në sektorin publik, apo jo, që marrin paga dhe marrin përgjegjësi në sektorin publik. Apo na shpjegon pak më shumë krejt idenë. Veç fillimisht më ju tregu në galeri që java e integritetit, ndoshta më përmirësu aty edhe tek titrat. Faleminderit. KDI ka një historik të gjatë në luftën kundër korrupsionit dhe ka qenë vazhdimisht pjesë e reformave të ndryshme apo edhe iniciator për reforma përveç kontribudhënës në reformat për parandalimin e korrupsionit apo rritjen e integritetit institucional. Megjithatë, po, është e vërtetë që njerëzit ta njohin më shumë për shkak zgjedhjeve, se gjithmonë janë ato ethet e zgjedhjeve dhe ka qenë një kohë shumë e gjatë. Saktë, edhe ka qenë një kohë shumë e gjatë kur KDI ka qenë më shpejt se KQZ-ja me dhënien e rezultateve prej terrenit. Megjithatë, do thotë ne jemi shumë të mishnun me pjesën e rritjes të integritetit institucional si përmes luftimit korrupsionit, përmirësimit praktikave, identifikimin e mangësive ligjore që janë e tjera, një det me këto zbrastinat që në fund minojnë mirëqenien tonë si qytetarë dhe na i bojnë jetën më të vështirë, më të papërballueshme, sepse çdo zbrastir dikun paguhet me taksat e tona, do thot, o për mirë, o për keq, do thot neve si qytetari pësojmë ato. Dhe themi të platforma, kemi disa platformat ndryshme, mirë po, Kosovë ka shumë platforma, mirë po ajo që ka e bën platformën Integrity Watch tjetë më ndryshe se gjitha tjerat është se është e para e këtij lloji që i merr dhënat, se normal nuk mundna me priçë qytetari thjesht me ditë me navigu apo me gjet dhënat publike apo si ti përpunoj ato, dhe platforma merr dhënat publike prej deklarimit të pasurisë, i ndërlidh ato me dhënat publike prej e-prokurimit apo dhënat publike se kush po fiton tender, dhe pastaj të njëjtat i ndërlidh edhe me financimin e subjekteve politike. Edhe bën një ndërthurje, do thotë, shumë të thjesht, ku me një klikim mundesh me pa, do thotë, a kena zyrtar publik që bizneset e tyre po fitojnë kontrata në institucione që ata operojnë ose janë të lidhur ngusht, apo në mënyrë automatike reflekton ngrit ata flamujt e kuq për konflikt interesi. Pastaj në anën e prokurimit publik, do thotë, i identifikon edhe cilat procedura janë ato më të ndjeshmet për korrupsion apo keqpërdorim, për favorizime, për të shpërblyje edhe bizneset e zyrtarëve, po edhe me shtyllën e tretë për përfitime prej donatorëve politik. Është sidomos kur po flasim se dhënat për prokurimin janë kogja qasshme, ka kohë tash, mirë po të dhënat për deklarimin e pasurisë, dhënat për financimin e subjekteve politike,
Deri tash janë kënd dhana që është dashur o me qenë auditor financiar për mi kuptu, o është dashur kogja me ditë me naviguna për vetë faqe. E kemi thjeshtësu, tash qytetari i zakonshëm, sakt, hin në platformë pa pas nevojë do thot me i di termat juridik, termat ekonomik, shumë thjesht mënyrë të vizualizune i shet do thot për mbledhjet, pastaj ku do që klikon, ja jep informatat për qatë kategori që ka përzgjedh, dhe në fund tabelën shumë thjeshtune me gjitha informatat o me numër të prokurimit, o me donacionin politik, o me ndërmarrjen e zyrtarit publik, cila do që tjetë i ka në formë tabelare, do thot në fund faqes. Çfarë kategori kryesisht janë dhe çka ju intereson më shumë? Natyrisht që ndryshojnë interesat prej qytetarëve të thjesht, tek puna e gazetarëve edhe informacionet që ju duhen, institucionet, çka mund gjejnë aty? Po, shive, e para, qytetarët nuk ka nevojë më më varë kush çka tha me lafet kafeve, po mujnë edhe vetë me një shumë thjesht edhe me një klik edhe me pa çka po ndodh, ndërsa gazetarëve u leson tepër shumë për shkak që në vend se të humbin sakt punën hulumtuese, se në vend se të humbin ditë apo javë duke hulumtu informacionin këtë faqe, atë faqe, këtë deklarim, qysh ndërlidhen, i kujt është ky biznes, tash i ka me një vend. A thonë si me u shpang diçka, Diana, si me thonë, a duhet një person aty që thjesht një person, një grup persona që punon aty edhe i merr dhanat i fut, apo gjithçka ka me qenë automatike edhe nuk mundet, nëse je aty je edhe këtu. Po nuk mundet me u shpang diçka me ose pa qëllim. Për momentin, platforma bazohet në dokumentacionin e publiku. Normal që informacioni gjithmonë duhet mu përditësu prej dikujt të mrapa. Megjithatë do thot platforma e cila lansohet sot, në vete ka informacionin më të fundit publikum për raportet e financave të partive politike, apo të subjekteve politike, deklarimet e fundit të pasurisë, dhe këtu jemi të folë me qindra mira informata cilat janë mbledh në një vend. Dhe do të vazhdojmë të bëjmë njëjtën, do të sigurohemi që kur të publikohen raportet e reja, kur të kemi informacion të ri, ai informacion të kyçet në platformë, deri në momentin kur institucionet e tona të ofrojnë mekanizma që na mundemi t'i lidhim në mënyrë automatike. Fatkeqësisht, sot ende një mori e madhe, edhe pse kem procese digitalizune, një pjesë tepër e madhe informatave publikohen si PDF ose dokumenti skenun, dhe që bën të pamundun platformën të komunikojë në mënyrë automatike. Mirë po në të ardhmen e afërt, do thotë nëse institucionet krijojnë këto mekanizma, këto mundësi, atër platforma do dhe mënyrë automatike mund do të mu programu që me i marë vazhdimisht informatat më të rejat edhe publiku, gazetarët, organet e drejtësisë, do t'i kenë mënyrë automatike, do thotë jo vetëm informacionin, po edhe ata flamujt e kuq se ku mundet me pasë rrezik, apo ku janë ato potencialisht shkeljet ligjore, apo ndikimi politik, apo konflikti interesi. Do thotë gjitha janë me një vend vetëm një shumë leqashme. Prandaj tash mund të u shmang dikush edhe që diçka një informacion për dikë, edhe mandej me u quajt si tendencioze, se publikuat aty edhe kjo është një nëse e vetmja mënyrë është nëse nuk e publikojnë, nëse nuk e raportojnë edhe atëherë prapë kemi shkelje ligjore. Po, keni pas sfidat e tjera në mbledhjen e këtyre informacioneve, e kam fjalën në krijimin e platformës? Po, sfida më madhe ka qenë de facto mbledhja informacionit. Do thotë, vetëm në deklarimin e pasurisë i kem rreth 33.100 deklarimet pasurisë prej vitit 2022 deri tash, që ka qenë një punë shumë konsumuese tepër e rëndë, do thotë për me i mbledhat informacion, mu siguru që e kemi informacionin korrekt. Ai informacion është mbledhur në mënyrë manuale, për shkak që aktualisht mënyra se si janë të publikuara nuk e ka kriju mundësinë e mbledhjes të informatave pa gabime. Dhe është dashur normal që të aktivizohen njerëz edhe të bëjmë punën më të mirën brenda mundësive të tyre, që t'i mbledhim këtë informat, ta shndrojmë me një mënyrë apo me një standard të cilin e lexon platforma. Dhe kjo është ajo sfida kryesore. Është për shembull deklarimi i pasurisë bëhet në platformë digjitale, mirë po publikut nuk i servohet në mënyrë të përpunueshme. Raportimi i financiar i subjekteve politike bëhet në platformë digjitale, por publikut i shërbehet
vetëm si raport i skenun, madje në disa raste është i skenun tamam si fotografi që nuk mundët aty edhe ChatGPT-ja i ka vështirë me në animu. Mungon kërësia, po. E vetëmja që kem pas do thotë shumë alet ka qenë platforma e prokurimit, për shkak që është një platformë që i ofron atë informacion në mënyrë të hapur për publikun edhe ti mundesh me lidh komunikimin. Këto ngarkesa, këto barra për me siguru informacionin, nashta edhe pak na kanë limitu që të fokusohemi në këtë fazë, sepse kjo është verzioni i parë i platformës, vetëm në këto 3 politika. Është planifikuar që të zgjerohet platforma dhe metodonat e tjera? Patjetër. Do të tentojmë të përfshim sa ma shumë fusha apo politika publike të cilat në vazhdimsi raportohen për korrupsion. Me kohën do të avansohet. Shive, po patëm bashkëpunimin me edhe mbështetjen prej institucioneve, kjo platformë mund bëhet, kjo platformë mund shndrohet në një fytyrë të vërtet integritetit. Nëse do në edhe qeveria, edhe institucionit nëse do me pas transparencë. Po nëse nuk do një duni me qenë aty, si më rëthonë, nëse me uvarë prej vullnejt të tyni, pra ndaj po e bëni po, si me nëri që ka me reflektu kjo, Diana, si me thonë, me ma shumë transparencë, me ma shumë, si me thonë, ju e thatë, me ma shumë lehtësi, edhe me ma shumë kujdes, nga zyrtarët. Kur flasëm për integritetin, po, qka është integriteti? Integriteti është ajo parimi, virtyti, ku ti gjithmonë e bën atë që duhet pa të këshyrë kërkush. Po, pra. Me gjithatë në këtë rast, nëse nuk e bën pse nuk po të këshyrë kërkush, kime bën pse dikush është të këshyrë. Edhe platforma përveç që ka me ndihmu, do më thonë me identifiku ku janë rreziqet deri tash e gjitha, ka me ndihmu edhe me eduku pak në aspektin e ngritjes integritetit, të gjitha ato palë që tash janë në mbikëqyrje të vazhdueshme. Platforma i shet gjithë zyrtarët publik të cilët e deklarojnë pasurinë, gjitha bizneset që fitojnë tender publik, gjithë donatorët politik të cilët mbështesin do thotë subjektet politike, dhe me automatizëm tash gjithë do t'jenë më të kujdesshëm për veprimet cilat ata i bojnë të ardhmen. Kështu që është një shtytës i ngërritjes të integritetit me qef apo pa qef të këto kategori. A ka me pas një ndërhyrje, falë, po a ka me pas një falë ndërlidhje me prokurorin, me gjykatat, pra, kur momentin kur shihet që po ka diçka që nuk po shkon, thjesht a keni me reagu ju, apo ata do duaj me e pa vetë? Po, aktualisht, shive, kodi penal na obligon gjithve që kur identifikojmë një rast të veprës penale, na do mi patjetër mi raportu të organet e drejtësisë. Në këtë rast, në këtë fazë, kjo është verzioni i parë i platformës, platforma nuk është i ndërlidhur me gjykata apo me prokurorinë në këtë rast, me gjithatë edhe prokurorët njëjtë sikur na do të kanë shumë të lehtë, hyn platformë, është një kuti e vetme, një grafikon i vetëm i cili i tregon flamujt e kuq apo sinjalet e rreziku se këto mund të jenë rreziqet. Një klikim e ka tabelen gjithë atyne dhe pastaj do thotë gjithë shka do thotë mund të filloj prej aty. Mirate, përveç kësaj platforme që do të lansoj instituti sot në orën 2, ka edhe disa aktivitetet të tjera për cilëset javës integritetit është fotogara tradicionale, raporto korrupsionin përmes fotos, pastaj janë disa çmime që dhurohen për eset më të mira lidhur me korrupsionin në kuadër të projektit të rinjët edhe shoqëria civile për integritet, edhe në fund është edhe raporti lidhur me sinjalizimin në ndërmarrjet publike. Po nalemi pak tek fotogara, me na tregu pak a shumë rreth këtij aktiviteti që është pjesë e kësaj javës shumë dinamike. Nesër ndahen çmimet apo jo? Nesër ndahen çmimet. Fotogara është një garë simbolike e KDI-s në angazhimin ton për ekspozimin e korrupsionit në aspektin e ndikimit në jetën e qytetarëve, sepse korrupsioni ka një kosto. Edhe ajo rruga që prishët, ajo rrugë do thot i kushton qytetarit 2 herë, 3 herë de facto. Një është për shkak përmes taksave për riparimin edhe ririparimin e rrugës, e dyta është në aspektin e riparimit të veturave apo thonë zhargonin popullor të kerreve që dëmtohen për gropa, edhe e treta në aspektin kohor, se fundja fundit koha ka një kosto, ka një vlerë, edhe ma shumë se gjithçka tjetër. Se gjithçka tjetër.
pa i shtu aty edhe nervat e nervozën e gjëra që i psojmë. Mos e rëndo më shumë. Dhe këte do thot neve vazhdimisht mundomi ta shtym të qytetarët që përmes fotogarës ta ekspozojnë do thot atë kostën që ata e paguajnë prej aferave korruptive të cilat zhvillohen apo ngjajnë në fushat ndryshme të jetës publike. Jo domosdoshmërisht rruga, po në rrugë jemi mas shumë të kështu që për atë e morë si shembull. Po çfarë fotografish kanë dërguar? Atë nuk do e tregoj tash, juftojmë ndjek nesër, do thotë pas nesër. Jo, nesër. Kanë qenë aktiv qytetarë, ka pas fotografi. Apo pritja ka qenë më e madhe? Dhe është pak e dhimbshme, do thotë kur e shohim përderisa shohim që qytetari po vedisot për të njohur rreziqet e ndryshme që vinë si ato në infrastrukturë, në mjedis, në shkolla e tjera, është pak e dhimbshme kur shohim që trendi ka mbeti njëjti, do thotë sepse fotografitë tregojnë të njëjtin realitet, vite ndër vite, vetëm objektet ndryshme, dhe kjo është ajo që është fenomeni është i njëjtë, po. Fenomeni është i njëjtë dhe kjo është ajo që do duhet na shqetëson te neve gjithve si shoqëri, do thotë çfarë po ndodh me neve, do thotë nëse vazhdimisht syri qytetarit i kap të njëjtat probleme, kalon në të njëjtat sfida, do thotë atëherë duhet të mobilizohemi madhe i vogël, do thotë që ta përmirësojmë këtë gjendje, se nëse për 10 vite, 15 vite, do thotë kemi të njëjtën përrym të raportimi, do thotë neve nuk jemi të ecë, nuk jemi të rregullu jetën tonë. Dhe tash, si tatim pagus, na jemi aksionar të Kosovës, gjithçka është për të mirë, për të keqen tonë, dhe kur nuk punohet, normal që neve duhet jemi pak më zëshëm të kërkojmë llogari. Sot zëshëm jemi, se ne jemi zëshëm në rrjetet sociale, jemi zëshëm nëpër tavolina, mes në shtëpitë tona, po mandej kur duhet me ngritë zërin. Publikisht është pak më diçka të përbashkët, thjesht stepi me themi, ja u kemi dhënë votën, ata e kanë, e din ç'a bojnë. E di që si OJC, si organizatë, si shoqëri civile, është punuar shumë në këtë drejtim, po apo e vreni të ngritjen e vetdijes, ndërgjegjes, nuk e di si me quajt edhe në këtë aspekt, që me qenë më të zëshëm, me qenë më kërkues. Të drejtën, fatkeqësisht kohën e fundit kemi vrejt, do thotë një rënje të interesit publik për qenë zëshëm në këtë punë. Po, është ajo u kemi dhënë votën, dhe dinë ata që ka bojnë. Me gjitha ta, kisha dash më këty dhe më ndërlidh pak edhe me procesin e rekrutimit për punë. Nëse një punëdhënës, se shtim punë një punëtor, normal që punëdhënësit i intereson apo i krymë punë, apo nuk i krymë punë. Këtë rast, si qytetar, na i kem shtim punë këta njerës që i kem kuvenden, qeverien, gjitha institucionet. Edhe çfarë punëse? Na ja u pagujmë rrogat, se fundja fundit taksat i pagun edhe ai rasti më sociali kur shkon market me ble një litër vaj, një bukë se pagun të vëshëjën. Parët buxheti i shtetit nuk vjen prej marset, nuk vjen prej shteteve të huaja, buxheti i shtetit mbledhet prej neve. Na kontribojmë te. Do thotë është parja e jonë si qytetar që na e dajmë prej bukës tonë, prej gojës tonë, prej qefeve tona, në mënyrë që ta mbështesim, ta kem institucionet të cilët janë të drejtuna dhe të fokusun në mirëqenjen tonë si qytetar. Dhe çfarë ndodh këtu është, neve kemi vazhdimisht raportime, shkelje, neglizhim, madje kemi do të po i bojmë një vetë që s'kem qeveri edhe kuvend efektiv, dhe e shohim që qytetari nuk është aq i zëshëm sa duhet, do thotë për me lyp llogari punëtorit vetë. Do thotë njëjtë si një punëdhënës, a e man punë një punëtor që për një vjet nuk ta kryen asnjë punë. A e man në punë një punëtor i cili një vjet nuk të vjen punë. Do thotë është kjo ajo që na si qytetar duhet me ngritë dhe duhet me kuptu. Jemi ata që japim raste vazhdueshëm. Hajt po ja japim edhe një rast. Edhe një rast. Mos po përmirësohet. Po që është në rregull, gabimet janë njerëzore, mirë po kur përsëritën gabimet, atëherë nuk është më gabim, ajo është neglizhencë ose është i qëllimshëm, edhe ti normal si aksionar, si punëdhënës dush me ngrit atë shpirtin tënd, do thotë kërkues edhe me lyp llogari. Ka përshtypjen që jemi pak të lodhën të molisun. Kjo gjenerata e mesme që është aktualisht janë pak të lodhën. Kam përjetu këto luftën, protestat dhe kështu shpirtnisht, emocionalisht edhe fizikisht pak jemi të dërmuar. Ndërsa kemi mandej një pjesë tjetër të gjeneratave të reja që nuk është se kanë
shumë Negligent, interes paga shumë, ose nuk është që analizojnë shumë thellë, ndoshta kjo mund të jetë një prej arsyeve. Shive, neve gjeneratat e mesme nuk në arsyeton kur gjatë, e di ku kemi qenë, edhe që sot ecëm edhe marrëm frym lirë, na nuk do me kënaq, do më thonë me atë edhe kur është bo ajo, duhet me pasat krenarinë edhe atë ndjenjën që gjithë shka mundet më bo. Gjeneratat e reja do me eduku, na do thot që t'jenë ma aktiv, do thot, po me gjithë atë është pak e dhemshme kur e shohim që shumë pak kemi aktivizëm qytetar. është gjithmonë pothuaj se i njëjti terren, si numrin e aktivistëve që angazhon për fotogarën, ajo çka është pak më shpresdhënëse është, do thotë, numri i të rive të cilët janë aktivizuar në esen për korrupsionin, që është tema e tretë, dhe ajo është nesër. Sa eset zgjedhen? Do zgjedhen 3 eset më të mira të cilat raportojnë, të cilat flasin për korrupsionin. Po më mendja që janë interesante, janë interesante. Sjellin një kënd vështrim të rinjve sa i përket korrupsionit. Cilave moshat, cila grup mosha? Grup moshat janë, do thotë, në përgjithësi janë student. Do thotë është ajo grup moshat që tash është në pjekje e sipër, që kanë votu, që i shohin pasojat. Një numër i tyre kanë qenë edhe pjesëmarrës në Akademinë e KDI-s që mirët me fuqizimin e të rive në identifikimin e aferave dhe pasojave të korrupsionit, sepse të flasëm veç për korrupsionin pa i ditë pasojat, është sikur me folë për një teori filozofike, diçka mirë, po korrupsionin a prek drejt për drejt, sakt. Çfarë tema ka zgjedhë? Apo edhe kjo edhe këtë mojnë do të surprizë për shkak që do të atë nesër. Është dash nesër, mirë po nesër luftojnë në sikur të fotografit ka mështimin apo. Kjo ideja një, këto preokupimet e njëjta. Preokupimet janë të njëjta vetëm nga perspektiva dhe syri të rive. Çdo eset a publikohen në një, nuk e di. Do të publikohen. Eset do të publikohen. Se me fotografitë e dim. Që janë pjesë e raporteve të uja, për shumë. Edhe i përshtatë të imeni ato fotografie dhe i shpëndani. Edhe eset publikohen, shtyhen për mu publikohen ndoshta edhe si opeda, varsisht do thot prej mediumeve të ndryshme, mirë po gjindën alternativa që këta të rritë motivohen që të vazhdojnë me këtë. Është shumë rëndësishme ato që thotë ju, që vërtet të angazhohen të rritë, edhe të mësohen të rritë që me reagu, edhe me qenë ma kërkues edhe me bëhat ndryshime në madhë, që thjesht se cila gjenerat e ka pas. Po du më këty, a kje diçka tjetër? Jo, dishta sepse jemi shumë me ko... A kemi ko pak. Dishta me përmend edhe aktivitetin që është publikimi i raportit për sinjalizimin në ndërmarrjet publike. Po du me ditë cilat janë ato gjetjet pak më shqetësuese në përpilimin e këtij raporti edhe të dhënat që i sjell ky raport. Sheve, na vazhdimisht, na kemi ligj për mbrojtjen e sinjalizuesve, kem do thot mekanizma për mbrojtjen e sinjalizuesve, mirë po në praktik nuk është që kem vërtet një mbrojtje të sinjalizuesve dhe kem pa do thot edhe në media raportime të vazhdueshme se sinjalizues me një farë mënyre penalizohen tutje prej asaj iniciativës për të mbrojtë mirën e përgjithshme apo të mirën institucionale. Dhe në këtë rast do thotë fokusi është e sinjalizimi në ndërmarrjet publike si një themi me zonë e cila është e prekun edhe prej ndikimit politik, është e prekun edhe prej buxhetit publik, po e ka një farë regullimi, vetë regullimi pak më ndryshe se institucionet e shtetit, dhe ato direkt institucionet qeveritare apo kuvendi. Raporti ka disa gjetje shumë interesante, të cilat flasin për praktika se çka ka ndodhur, mirë po sa janë të mbrojtën punëtorët e ndërmarrjeve publike, sa do thot u krijohet aty në hapësira që ata të jenë zëshëm kundër shkeljeve o drejtës punës, o të financave, o të favorizimeve e tjera. Edhe këte ju kisha ftu me në ndjek të premten. Edhe në këto e bojmë.
për shkak që nuk isha pas qef me publiku këto që do t'i publikojmë të premten me një të rjez. Besoj që informatat e të rjezës shpërndahen edhe në rrjetet sociale, edhe njoftohen gjithë për mi përcjell. Mirë, po me gjitha të do dhëtë janë të dhëna shumë interesante, cilat është mirë, do thotë edhe publiku, përveç me i pa, me i analizu edhe me pas si po veprojnë. Edhe me shumë e mendje, bile, në fakt edhe njerëz që janë pushtet, që i kanë marrë ato karrika, mos mi marrë si të mirëqena, ato që u tha, me kërku llogaritje vazhdimisht. Me undje, vërtet, që janë njerëz përgjithësa, po e kanë marrë atë pozitë me u shërby qytetarëve dhe me u shërby atyre fundonësve që me u zgju pak që kjo qytetarëria aktive. Po të Diana që nesër i publikojnë emrar mend ajo Barceleta që është, ata ku na palculinet nesër, po shoh thotë hajde nesër dhe neve po na fton nesër në shku. Ama neve kem pasullin, kështu që juftojmë sot në ora 2, edhe juftojmë edhe ata që dojnë të nesërmën që trashet pak edhe bot në pak më ndryshe. Po. Faleminderit shumë Diana, edhe po shpresoj që gjithçka ka me shku mirë e mbar ashtu që ju e keni planifiku. Faleminderit. Faleminderit shumë.